Rritja menjëhershme e çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare pas konfliktit në lindjen e mesme pritet të japë efekt zinxhir dhe në Shqipëri brenda 3-4 ditëve të ardhshme. Menjëherë pas nisjes së konfliktit mes Izraelit dhe Iranit më 28 shkurt 2026, tregjet reaguan me rritje të forta. Në bursat ndërkombëtare çmimet e naftës u rritën deri në 13%, ndërsa gazi natyror arriti deri në 24%. Si pasojë e frikës për ndërprerje furnizimi në një nga rajonet më të rëndësishme energjetike në botë, lindja e mesme është një e kyçe për prodhimin dhe transportin global të energjisë. Çdo tension ushtarak mes aktorëve të mëdhenj rajonal ngre menjëherë shqetësime për sigurinë në ngushticat vetëtare strategjike, furnizimin me naftë dhe gaz në Europë dhe Azi. Kostot e sigurimit dhe transportit detar, kjo pasiguri përkthehet automatikisht në rritje çmimesh në bursat globale. Sipas pritshmërive të tregut, brenda 3-4 ditëve çmimi i naftës në tregun vendas mund të rritet me 15-20 lekë për litër. Shqipëria si vend importues neto i karburanteve është i drejtpërdrejtë e ekspozuar ndaj luhatjeve ndërkombëtare.